I nderuar kryetar, edhe unë prap me ministren e shëndetësisë linja në studio, por e para njëra është mirë ajo, se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk I keni fut të xherio për t'i zjerë. Problemi është mirë se kemi bën merak. Por e pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi I Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti. Nuk pret. Nuk pret ere. Dhe po që se nuk e dini ku është, ta shpande njerëz tu ka emisione televizive ta kërkojnë rrugëve Tiranës. Ilaçet si dinte që ishin shtrentur. Se ça ndodh në për spitale, se ka iden, ça punë bën kjo ministri e shëndetësisë? Se duhet me pyet ça punë bën ministri e shëndetësisë. Sepse për të marrë sot urgjencën, I bie 127-s lidhen me Tiranën.